Shembulli i dytë, i cili sa herë që e lexoj më emocionon, edhe sa herë që e lexoj këtë histori më motivon. Ky është sahabiu i nderuar, guvernatori i parë, ambasadori i parë, Musab ibn Umairi, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kush nuk e ka lexuar historinë e Musab ibn Umairit edhe nuk është emocionuar? Kush nuk e ka lexuar historinë e Musab ibn Umairit edhe nuk ka nxjerrë mësime për kësaj historie? Musab ibn Umairi ishte një djalë i ri, të cilit nuk i mungonte asnjë prej mirësive të dynjas. Saqë thuhet nëna e tij i qepte rroba çdo ditë që t'i ndronte nga dashuria e madhe që kishte për Musabin. Madje thuhet që parfumi i Musabit mbeteshe në rrugë edhe njerëzit e kuptonin që këtu ka kaluar Musab ibn Umairi. Por kur e pranoi Islamin dhe kur e kuptoi se çfarë do të thënë të jetosh për Allahun dhe të vdesësh për Allahun, nuk i hyn në sy mirësitë e dynjas. Por kush e kap fenë e Zotit dhe përpiqet që të eci në rrugën e Zotit edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, normalisht që do të sprovohet me sprova nga më të ndryshmet. Dhe Musab ibn Umairi u sprovua me prindrit e tij. Ja ndërpryen mirësitë, benefitet, ja ndërpryen rrobat e mira, i ndërpryen ato parfumet e mira, por Musabi nuk u tërhoq, sepse e kuptoi, i kthehemi asaj çfarë tha Hoxh Gojtimi, Allahu nderoft, kuptimi i akides, kuptimi i fesë, kuptimi i sunetit, këto të bëjnë që ti edhe unë bashkë me ju të qëndrojmë të qëndrueshëm në fenë e Zotit. Edhe çfarë do lloj sprove edhe sfide të vinë përballë, i kalon inshallah me lejen dhe me ndihmën e Allahut të mëdhëruar.